Dhe këtë po ashtu e potencon ajeti ku thot Allahu i lartësuar: Ma kana Muhammedun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Thot pejgamberi nuk ishte baba i ndonjërit prej juve, mirë po ishte i dërguari i Allahut dhe vula e nebive. Allahu subhanahu wa taala kur u drejtohet të dërguarve pejgamberve që i ka dërguar, i përdor dy shprehje. Shprehja e parë është nebi dhe shprehja e dytë është rasul. Në këtë ajet po thot se Allahu e ka dërguar Muhammedin a.s. si nebiji i fundit. Dhe kjo nënkupton se është edhe resuli i fundit, sepse resuli është nebi edhe diçka plus. Sepse nebi pejgamber është çdo njeri të cilin e ka dërguar Allahu subhanahu wa taala për ta vërtetuar shpalljen e mëhershme. Ndërsa resul është përveç se e vërteton shpalljen e mëhershme, po ashtu ka shpallje të re. Ka shpallje të re prej Allahut subhanahu wa taala. Andaj çdo resul është edhe nebi. Çdo resul është edhe nebi, andaj kur thot Allahu subhanahu wa taala nebiu i fundit, kjo nënkupton se edhe resuli i fundit. Sepse për të bërë resul duhet jesh nebi. Duhet jesh nebi së pari pra. Sepse resuli është diçka plus. Përveç se është i dërguar, ka edhe shpallje të re, libër ose fletushka ose kryesorja ka sheriat të ri nga pejgamberi i mëhershëm. Dhe ky dallim është mirë që të kuptohet, sepse shumë prej grupeve qafiret që kanë pretenduar se do të ketë pejgamber pas Muhamedit a.s. janë argumentuar me këtë, duke thonë se pra Allahu po thotë se është nebi i fundit e nuk e ka përmend se është resuli i fundit. Mirë, po kjo nënkuptohet për ajetit, sepse për qenë resul duhet së pari të jetë nebi.